Nuk vete në ballo tani, na ishin e dim, jemi shqiptarë dhe në gjithë botën, ferma është ferm. Televizorin shqiptare, hapni në një televizorin në shtëpi? Po si sa, te TV1 shik kështu gjithë. Çfarë shikoni zakonisht? Emisione shumë serioze, unë është për ta falënderuar TV-n e Shqipërisë, sepse jep emisione dinjitoze, edukative, nuk I kalon për masat, siç janë këto televizionin private që më tepër na janë mërzitur se sa me emisione jo edukative, po ç'edukative. Kurse në tërësi programet e TV-s 1, 2, 3 që janë ata, janë për t'i falënderuar në këtë trubullir informacionit që ka që më tepër degradojnë shoqërinë se sa edukojnë shoqërinë. Kush janë emisionet ç'edukative që thoni? Këto që japën emisione, ja që nga Big Brown, që nga ato përputhja, që janë, ca në zarën reklamojnë disa njerëz që ai që del në televizor duhet jatë një mesazh pozitiv tek njerëzit që shikojnë po shumë negativ. Në zarën disa njerëz që në opinion ata janë me personalitet negativ. Lart Vasili është Ardhes Vasili po. Rozana Radi është goca e Francesca Radi. E vlerësoj edhe Rozana Radin, edhe atë e vlerësoj. Gjesti është super person. E vlerësoj si lojtare e vlerësoj, po kështu tjerë personalitet e vlerësoj. Po çita ajo çupa që merret me ajo këta, ai shumë po negative fare. Po unë se pranoj ta marr, nuk se për djalin kurrë atë. Kur as djalim se merr, dhe gjithë djemt që shoh më thonë një nuzë ti se marrëm. Çaja din toze apo çita ajo tjetra që është një përsëri dhe një tjetër ajo që është me 2 fëmijë ajo. Edhe ajo kështu. Gerta. Gerta. Gazetare e njohur. Po e njoh, pas nuk është. Po pse çka kanë këtu? Ka ndonjë përmas kush e di. Natyra si flet, si interpretojnë gjërat, mua nuk më pëlqejnë tash se çeli ka ato të tilla. Kështu që ç'a di sot. Po nëse çuni jo do dashurohesh me një nga të banorët atje, ç'a do I bëje? Po të dashurohesh me Danën. Është model që jep një mesazh tek se si duhet jetë vajza shqiptare, gruaja femra shqiptare. Si duhet sjell, është me logjik, flet bukur, flet me tamam ka mendim, ka kështu jo kështu kot me kot. E kupton apo? Po s'u dishe dashuar me një nga këto që the që s'bën Gerta për shkak, dishe dashuar me Gerta. Ç'a do bëje ti si prind shqiptar? Do isha të mos ta lejoja. Po nëse do më dëgjonte, pas më dëgjonte, pastaj është problem tjetër. Kameramani thotë do prishë dashurinë. Po tash. Unë them po më dëgjonte. Mirë. Thyë zemrën çuni që ti thyë zemrën asaj. Çfarë po dëgjonte tash çfarë? Vision Plus I ka hapur një paralel me këtë sapo folëm. Ne jemi të pavarur, Shqeto në YouTube. Vision Plus I ka hapur Ferma VIP. Po. U dha edicioni I parë vjet, tani po jepet ka filluar edicioni I dytë. Si ju duket? Shumë mirë, pozitiv. Duket vetëm produksioni duhet I bëjë një vërejtje që na ato çupa tash në ferm nuk vihet me brek për jashtë. Në ferm vihet vishje sportive dhe vetë se I thon ferm, Domthon atje këtë bësh me qenin, këtë bësh me delen, këtë bësh me lopën, këtë bësh me dia, tash të veç me atë formë si vjen ato çupat. Që mos bëhet pis pra. Po ja, lahet kollaj. Të vishje sportive, jam dakord, vishje sportive. Ata çunat janë shumë të mirë të tën, edhe çupat. Jo se janë të këqija, të mira janë. Po veshja s'më pëlqen tani në ferm jetë më veç mua ashtu. Nuk vete në ballo tani, na ishin e dim, jemi shqiptarë dhe në gjithë botën, ferma është ferm. Duhet të jesh veshur sportive. Ama shijon më shumë kur të serviret një ushqim ferm në atë formë. Jo, atë emision ferm e vlerësoj, po e kam këtë vërejtje kam, këtë do më qaj, uniforma nuk është puna për gjë, se qilje ka vetëm vendor, dalë si të doj sot, hedhe fostani kokë nuk pjetë, po në ferm është ferm, punohet me të gjithë, edhe atje nuk do të zjerë shalët i ato, të zjerë këto, që të vjetë, vishur sportiv. Për këtë them, vishur në mënyrë sportive, vajzat vishën sportive, edhe jam dakord plus. Me qenë se janë në ferm, kam shumë besim që ato sapo I kanë larë rrobat se janë tharë akoma. Po nëse, po u them me që janë ferm, prandaj duhet të ketë ferma është ferm, është punë, krau është punë, ato vërtet jepë di ekspert, jepë një mesazh se të rit sot nuk din ç'është ferma, ç'është lopa, ç'është qeni, dhe ato përcjellin një mesazh se këtu është puna që çdo emision që bëhet duhet të përcjellë një mesazh pozitiv tek ata që e shikojnë, e dëgjojnë, e kryesisht e të rit, ata që janë poshtë 40 vjeç, pa neve mbi 40 vjeç e lart. E dim se si është dhe ferma dhe kooperativa dhe puna dhe të gjitha, se mi rrallë me vaj me udhut. Po ata u duket vetja se është celulari vetëm kështu, edhe kjo është jeta virtuale. Jo, është me tokë në këmbë. Do me thënë atje, me mesazh jepet atje, si shta ty, me të veshjen në atë formë, I bie tani dalin të ara me ato veshjet e shkurt. Edhe po të hanë gjembat, të shpojnë gjembat, të hanë qënë, të hanë mizat, të hanë krimbat. E kupton a kë këndë. Kështu një qëtë istorat, po. Qofsh mirë, faleminderit.